Ajo qëndronte mbi të, e veshur në mënyrë perfekte, me një zë të ftohtë dhe të pamëshirshëm. Unë kam një jetë për t'jetuar, tha ajo pas një ndjenjë. Nuk u martova për të shtyr një karrocë. Burri përballë saj nuk mund të ngrihej, nuk mund të largohej. E vetmja gjë që mund të bënte ishte të rrinte atu dhe të dëgjonte, ndërsa gruaja e tij ja shkelte dinjitetin brenda shtëpisë së tij. Mirë se vini sërish në kanal. Këtu tregojmë histori të thella dhe emocionale për tradhti, besnikëri, drejtësi dhe shpengim të papritur. Nëse ju pëlqejnë këto histori që të mbeten në mendje edhe pasi mbarojnë, abonohuni, aktivizoni njoftimet dhe pëlqeni videon. Kjo e ndihmon shumë rritjen e kanalit. Dhe para se të vazhdojmë, na tregoni në komente nga cili vend po na shikoni. Tani, përpara se ta gjykoni atë, përpara se ta mëshironi atë dhe përpara se të mendoni se e dini si përfundon kjo histori, le të kthehemi pas në kohë. Pas në ditët kur ai ende ecte. Pas në kohën kur dashuria ende jetonte në atë shtëpi. Pas në aksidentin që ndryshoi gjithçka. Kjo është historia e tij. Edvin Basha e kishte ndërtuar jetën e tij me një disiplinë që vihej re përpara se njerëzit të kuptonin pasurinë e tij. Në moshën 37 vjeç, ai njihej në gjithë veriun e Shqipërisë si një biznesmen i respektuar, një njeri që fliste pak, vendoste me kujtesë dhe nuk humbiste kurrë kohë. Kompania e tij funksiononte në heshtje, por me efikasitet, duke lidhur teknologjinë dhe logjistikën mes qyteteve bregdetare dhe atyre të brendshme, duke ndërtuar besim më shumë se sa famë. Ai nuk kërkonte vëmendje publike dhe nuk frekuentonte ambiente të zhurmshme. Ata që punonin me të e respektonin për qetësinë, rregullin dhe autoritetin e tij të natyrshëm. Shtëpia e tij pasqyronte të njëjtat vlera. Vila ndodhej në periferi, pranë velipojës, larg rrugës kryesore, e rrethuar nga sillvi të larta dhe një portë sigurie diskrete. Nuk ishte e shfaqshme, por çdo detaj tregonte rehati dhe kontroll. Oborri ishte gjithmonë i pastër, kopshti i mirëmbajtur. Shtëpia e qetë në një mënyrë që fliste për privatësi, jo boshllëk. Brenda, ambientet ishin të hapura por të përmbajtura. Ngjyra neutrale, mobilje të forta, fotografi familjare në mure në vend të zbukurimeve për të dukur. Ishte një shtëpi e ndërtuar për qëndrueshmëri, jo për shfaqje. Silva Kelmendi përshtatej lehtësisht në atë botë. Ajo ishte elegante në një mënyrë të ushtruar dhe të kontrolluar. Rrobat gjithmonë të zgjedhura me kujdes, flokët të rregulluar, sjellja e qetë. Së bashku, ata dukeshin si një çift që i përkiste jetës që kishte ndërtuar. Merrnin pjesë në mbledhje familjare kur pritej, organizonin darka të vogla për bashkëpunëtor dhe mbanin një ritëm të qëndrueshëm. Mëngjeset ishin të qeta, drekat ndara, darkat të përbashkëta kur oraret e lejonin. Kishte respekt, rutinë dhe një ndjenjë stabiliteti. Njerëzit flisnin mirë për martesën e tyre, duke e fortë, e pjekur, pa drama të panevojshme. Edvin e besonte këtë. Ai besonte se dashuria nuk kishte nevojë të ishte e zhurmshme për të qenë e vërtetë. Besonte se besnikëria tregonte veten në qëndrueshmëri, në qëndrimin kur gjërat nuk ishin më të lehta. Kur shikonte Silvën, shikonte një grua që kishte zgjedhur këtë jetë me të dhe që do të qëndronte pranë tij përballë çdo vështirësie. Ky besim ishte i qetë, i patestuar dhe thellësisht i rrënjosur. Aksidenti erdhi pa paralajmërim. Ishte mbrëmje vonë kur Edvini u nis nga një takim biznesi pranë Durrësit, ndërsa shiu binte me forcë. Kishte menduar të qëndronte për natën, por preferonte gjithmonë shtratin e tij, hapësirën e tij. Rruga drejt veriut dukej e përballueshme në fillim, e njohur me pak trafik. Teksa afrohej pranë zonës së fushkrujës, shiu u bë edhe më i fortë. Uji ishte grumbulluar mbi asfalt, duke reflektuar dritat dhe duke mashtruar distancën. Ai ngadalsoi, i përqendruar por i sigurt. Rrëshqitja ndodhi brenda sekondash. Gomat humbën kontaktin me rrugën mbi një pjesë të përmbutur, makina u devijua fort dhe para se Edvini të mund ta kontrollonte, metali u përplas me beton. Xhamat u copëzuan, trupi u përplas përpara dhe dhimbja përshkoi shpinën me një forcë të panjohur. Zhurma e aksidentit u përthith nga shiu. Kur rifitoi ndjenjat, gjithçka ishte e copëzuar. Zëra të largëta, drita të paqarta, dhimbje që përhapej në shpinë. U përpoq të lëvizte, por asgjë nuk ju përgjigj poshtë belit. Paniku u ngrit menjëherë, por ai u përqendrua të merrte frym, të qëndronte zgjuar derisa mbriti ndihma. Ai e mbijetoi aksidentin. Ditët që pasuan lëviznin ngadalë, çdo orë e rënd nga pasiguria. Spitali në Shkodër ishte i qetë në orët e para të mëngjesit, korridoret mbushur me hapa të butë dhe zëra të ulët. Mjekët flisnin me kujdes, analizat u përsëritën, ekzaminimet u rishikuan. Silva qëndroi pranë tij në fillim, duke i mbajtur dorën dhe duke i thënë se çdo gjë do të rregullohej. Edvini donte ta besonte. Kur mjeku foli qartë, dhoma dukej më e vogël. Dëmtimi i shtyllës kurrizore ishte i rënd, i përmetshëm. Ai nuk do të ecte më. Fjalët ranë rënd në ajër. Edvini nuk qau, nuk bërtiti. Ai vështroi cavanin, duke e pranuar realitetin si një fakt që duhej ta analizonte. Mendja e tij filloi menjëherë të mendonte për punën, rutinat, pavarësinë. Frika erdhi më vonë në heshtje,
kur kuptoi se sa shumë nga jeta e tij vare nga lëvizja që tani nuk e kishte më. Silva qau atë ditë. Ajo i tha se do të qëndronte, se do t'ja dilnin. U tha të afërmive se burri i saj ishte i fortë dhe se do ta përballonin së bashku. Prania e saj ishte e qëndrueshme në ditët e para, fjalët mbështetëse, sjellja e kujdesshme. Edvini u kap nga kjo. Procesi i rikuperimit filloi, por nuk ishte një rrugë kthimi. Fizioterapia kishte të bënte me përshtatje, jo shërim. Infermierët e mësuan si të ulej, si të transferohej, si të jetonte me një trup që nuk e binte më. Çdo mësim i hiqte një shtresë tjetër pavarësie. Karroca u bë fillimisht e përkohshme, pastaj e përmetshme. Kur u kthye në shtëpi, gjithçka dukej e çuditshme. Vila pranë Velipojës ishte e njëjtë, e pa ndryshuar. Porta u hap, kopshti ishte rregulluar, shtëpia qëndronte e qetë sikur priste që ai të rikthehej në vendin e tij. Por ai hyri ndryshe, i shtyr, jo duke ecur, i ulur, jo në këmbë. Çdo prag dukej më i ngushtë, çdo dhomë kujtonte çfarë nuk mund të bënte më bandihmë. Silva ecte përpara tij, jepte udhëzime, organizonte gjërat, fliste në vend të tij. Efikasiteti i saj fshihte diçka që Edvini ende nuk e kuptonte. Natën ai qëndronte zgjuar, duke dëgjuar zhurmën e largët të detit dhe heshtjen e shtëpisë. Trupi i dukej i huaj, mendimet ktheheshin gjithmonë tek një besim që e mbante gjallë. Dashuria do ta mbante në këmbë, edhe nëse ai vetë nuk mundte. Ja përsëriste vetes. Ditët vazhduan me përshtatje, rutinat ndryshuan, oraret u rregulluan. Edvini filloi të punonte nga shtëpia, duke ruajtur kontrollin mbi atë që mundte. Refuzoi të lejonte se gjendja e tij të përcaktonte vlerën e tij. Çdo mëngjes vishej me kujdes, i vendosur të ruante dinjitetin. Silva e vështronte nga larg. Në fillim ajo ende ulej me të gjatë vakteve, pyeste si ndihej, por bisedat u shkurtuan, durimi i saj hollua, shenja të vogla u shfaqen. Një përshëritim kur ai kishte nevojë për ndihmë, një vështrim drejt telefonit në momente që kërkonin vëmendje, një mungesë aty ku dikur ishte prani. Ai zgjodhi që të mos e vite në dyshim. Në mendjen e tij ishte një fazë, tronditja kërkonte kohë, përshtatja kërkonte durim. Besonte se sapo gjërat të stabilizoheshin, martesa e tyre do të gjente sërish ekuilibrin. Një kapitull i jetës së tij ishte mbyllur papritur, por ai besonte se një tjetër do të hapej me kohë. Një pasdite ndërsa rrinte në karrocë pranë dritares dhe shikonte fushat përtej kopshtit, Edvini lejoi veten të kishte shpresë. Kishte humbur këmbët, por jo mendjen. Kishte humbur lirinë e lëvizjes, por qëllimin. Ende kishte shtëpinë, punën dhe gruan që i kishte premtuar se do të qëndronte pranë tij përballë çdo vështirësie. Ky besim ishte i qetë, i patestuar dhe thellësisht i rrënjosur. Kur Edvini u kthye në shtëpi pas spitalit, vila pranë Velipojës u përpoq të rifillonte ritmin e vjetër, por gjithçka dukej e sforcuar. Dhomat ishin të njëjta, mobiljet të palëvizura, kopshti i mirëmbajtur si gjithmonë. Megjithatë, gjithçka tingëllonte ndryshe. Heshtja ishte më e rëndë, ajri dukej i kujdesshëm, sikur vetë muret po mësonin si të jetonin me një burr që nuk mund të ecte më brenda tyre. Në fillim, Silva u soll ashtu siç pritej. Ajo qëndroi në shtëpi ditët e para, foli me qetësi para të afërmve dhe pranoi fjalët e ngushëllimit me një fytyrë të përmbajtur. I rregullonte jastëkët e Edvinit, ja kujtonte ilaçet dhe u përgjigjej telefonatave të familjarëve që pyesnin si po përshtatej. I shërbente ushqimin në tavolinë dhe ulej përballë tij, duke ruajtur pamjen e jashtme me një lehtësi të ushtruar. Kushdo që do ta shihte nga jashtë, do të thoshte se ajo po bënte detyrën e saj. Edvini e vuri re këtë përpjekje dhe ishte mirënjohës. Ai i thoshte vetes se përshtatja kërkonte kohë, se tronditja nuk largohej menjëherë. U përqendrua te rindërtimi i rutinës së tij. Çdo mëngjes vishej me kujdes, zgjidhte këmisha të pastra dhe pantallona të rregullta, duke refuzuar t'i linte rrëmujës vend në jetën e tij. Rishikonte dokumente, bënte telefonata dhe ruante përfshirje në punë. Donte që Silva ta shihte se ai ishte ende i njëjti njeri, ende i aftë, ende i pranishëm. Por ndryshimet të vogla filluan të shfaqeshin. Silva ndaloi së ngrëni mëngjes me të. Në fillim thoshte se kishte punë, pastaj thoshte se nuk kishte uri. Pjatat që dikur ndaheshin bashkë, tani mbeteshin të paprekure në tavolinë. Në drek, ajo shpesh mungonte, duke përmendur takime apo vizita që zgjateshin pafund. Kur Edvini e pyeste se kur do të kthehej, përgjigjet e saj bëheshin gjithnjë e më të paqarta. Do të shoh, thoshte gjithnjë e më shpesh. Darkat u bënte të çrregullta. Disa net ajo kthehej vonë, pasi kishte ngrënë diku tjetër. Net të tjera hynte në shtëpi kur Edvini kishte mbaruar. Qëndronte te dera me pallton ende veshur, duke parë telefonin, ndërsa ai rinte vetëm pranë tavolinës. Era e ushqimit të gatuar në shtëpi, supë, oriz, perime, mish i pjekur, mbushte kuzhinën, por ngrohtësia që dikur i shoqëronte ato vakte kishte humbur. Durimi i saj u hollua gjithashtu. Kur Edvini kishte nevojë për ndihmë për t'u transferuar nga karroca, ajo pshertinte para se të vepronte. Kur ai kërkonte diçka të thjeshtë, toni i saj ashpërsohej lehtë, mjaftueshëm sa ai ta ndjente. Ajo shmangte kontaktin fizik kur nuk ishte e domosdoshme.
Bisedat u shkurtuan. Heshtja zuri vendin e afërsisë. Fqinjet e vunë re përpara se Edvini ta pranonte. Gra që kalonin pranë portës ndalsonin hapat. Të afërmit bënin pyetje që tingëllonin të sjelltme, por mbartnin shqetësim. Mungesat e Silvës u bën të dukshme. Ajo filloi të largohej në mbrëmje me veshje më kujdesshëm se duhej, me grim më të rënd se duhej, me një shqetësim që nuk e fshihte dot. Kthehej vonë, ndonjëherë afër agimit, duke hyrë në shtëpi pa zhurmë dhe shmangur dhomën e Edvinit. Edvini bëri sikur nuk i pa. Ai thoshte vetes se njerëzit përballeshin ndryshe me vështirësitë, se dhimbja kishte forma të ndryshme. Nuk donte ta vinte nën presion, nuk donte ta shtynte mëtej duke e pyetur. Në vend kësaj, priti. Pritja i dukej më e sigurt se sa përballja me një të vërtetë për të cilën nuk ishte gati. Por distanca u rrit. Një mbrëmje pasi Silva u kthye sërish vonë, Edvini i kërkoi të ulej me të në dhomën e ndenjës. Televizori ishte i fikur, shtëpia ishte e qetë. Dritat e buta hidhnin hije të gjata mbi ambientin e njohur. Ai foli me qetësi, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Kam ndjesinë se nuk je më këtu. Jo vërtet. Silva nuk u ul. Qëndroi në këmbë, me krahët kryqëzuar, me një shprehje të përmbajtur por të padurueshme. Po imagjinon, u përgjigja ja. Nuk po imagjinoj. E ndjej kur mungon. E ndjej kur je e lodhur të më ndihmosh. Nofulla e saj u shtrëngua. Edhe për mua është e vështirë, tha me nervozitet. Mendon se për mua është e lehtë? Edvini pohoi lehtë me kokë. E di që është e vështirë, prandaj po të kërkoj ta përballojmë këtë bashk. Diçka ndryshoi në fytyrën e saj. Përmbajtja, çau. Nuk u martova për këtë. Nuk u martova për të bërë infermiere. Fjalët ranë rënd. Edvini i ndjeu përpara se ti kuptonte plotësisht. Qëndroi i heshtur, duke i dhënë hapësirë, duke shpresuar se ajo do të zbutej, se do të tërhiqej. Por ajo vazhdoi. U martova me një burr që qëndronte në këmbët e tij, një burr që udhtonte, që drejtonte, që jetonte. Kjo, ajo tregoi karrocën, nuk ishte pjesë e planit. Gjoksi i Edvinit u shtrëngua. Ai mbajti zërin të qetë. Unë ende jam këtu. Ende jam unë. Ajo tundi kokën. Ti nuk e kupton. Gjithçka ka ndryshuar. E di, u përgjigj i butë, por ndryshimi nuk e fshin angazhimin. Durimi i saj u këput plotësisht. Nuk mund ta bëj këtë. Nuk do të kaloj jetën duke shtyrë një karrocë dhe duke rregulluar ditën e tij sipas nevojave tuaja. Dhoma dukej imediatisht më e vogël. Edvini gëlltiti dhe zgjodhi fjalët me kujdes. Atëherë çfarë po mfua? Ajo hezitoi vetëm një çast. Punon ndiem, gjej dikë që të kujdeset për ty, ose duhet flasim për divorc. Fjala u përhap në dhomë. Divorc. Edvini e shikoi, duke kërkuar në fytyrën e saj një shenjë hezitimi, pendimi, diçka që të tregonte se nuk e kishte serioz. Nuk gavoi asgjë. Sytë e saj ishin të vendosur, shprehja e prerë. Kaq ishte? Pyeti ai. Ajo ngriti supet. Edhe unë kam nevojë për jetën time. Ajo u kthye dhe u largua, duke e lënë vetëm në dhomën e ndenjës, ndërsa zhurma e hapave të saj humbi në korridor. Atë natë, Edvini u kthye në dhomën e gjumit dhe e mbylli derën. U ndal pranë dritares, duke parë kopshtin e errësishëm, pemët që merr si dukeshin në qiellin e natës. Zhurma e largët e detit i vinte dobët, e pandryshuar, indiferente. Për herë të parë që nga aksidenti, diçka u thye brenda tij që nuk kishte lidhje me trupin. Ai ishte përgatitur për dhimbje, varësi, frustrim. Nuk ishte përgatitur për braktisje të dhënë kaq ftohtësisht, kaq praktikisht, sikur dashuria të ishte një detyrë që mund të refuzohej. Ai rikujtoi bisedën, çdo fjalë të qartë, çdo ton të saktë. Nuk kishte britma, as mizeri të hapur, vetëm sinqeritet i zhveshur nga dëmshuria. Në atë heshtje, Edvini u kuptua diçka që i kishte shmangur. Dashuria nuk po mbaronte papritur. Ajo po tërhiqej ngadalë, me vetdije, si uji që largohet nga bregu, dhe ai rinte aty, ulur, duke e parë të zhdukej. Graciela Dervishi e dëgjoi për punën një mëngjes të qetë në tregun e Shkodrës. Ajo qëndronte pranë një tezge të vogël me perime dhe djath, me një qese bezeje në dorë, kur dy gra afër saj filluan të flisnin me zë të ulët. Flisnin për një familje të pasur pranë Velipojës, për një biznesmen që ishte kthyer nga spitali pa mundur të ecte, dhe për një grua që po kërkonte dikë për të ndihmuar në shtëpi. Fjalët punë me qëndrim dhe pagesë e rregullt mjaftuan që Graciela të përqendrohej. Ajo nuk ndërhyri dhe nuk bëri pyetje. Thjesht dëgjoi, i mbajti mend detajet dhe më vonë ndoqi udhëzimet që kishte kapur rastësisht. Brenda pasdites, vendimi ishte marrë. Graciela ishte 23 vjeçe, por jeta e kishte pjekur herët. Ajo i kishte humbur prindrit në një zjarr në Puk kur ishte vetëm 5 vjeçe. Një natë që ishte ngulitur në kujtesë, në copza tymi, nxehtësie dhe zërash që thërrisnin emrin e saj. Pas asaj dite, fëmijëria e saj u kthye në një varg vendesh të përkohshme, të afërm që e mbanin për ca kohë. Shtëpi ku ishte e dobishme, por kurrë plotësisht e mirëpritur. Puna erdhi herët, pastrime, larje rrobash, ndihmë në kuzhina, përpara se të kuptonte çfarë ishte pushimi. Shkolla ishte ndërprer, e varur nga nevoja. Ajo që nuk u ndërpre kurrë ishte besimi i saj, i qetë, i brendshëm, pa zhurmë, diçka që e mbante për vete. Ajo kishte pak gjëra, disa rroba,
një palë këpucë të konsumuara, një çantë të vogël që e mbante gjithmonë të rregulluar dhe të arnuar. Ajo që kishte fituar në vend të pasurisë ishte disiplina. Të fliste kur i flisnin, ta bënte punën siç duhet, të mos ankohej, të ishte mirënjohëse për qëndrueshmërinë, edhe kur ajo vinte me kufi. Vila pranë Velipojës ishte ndryshe nga çdo vend që kishte parë ndonjëherë. Graciela u ndalte porta dhe priti, duke rregulluar fundin me gishta të dridhur. Kamera e sigurisë mbi hyrje e ndiqte në heshtje. Kur porta u hap më në fund, ajo hyri ngadalë, e vetëdijshme për çdo tingull që bënin këpucët e saj mbi zhavor. Kopshti ishte i rregulluar me kujdes. Shtëpia qëndronte e fortë dhe e heshtur, as mikpritse, as armiqësore. Ishte një vend që priste rregull. Një burr me xhaketë të errët e priti te dera dhe i kërkoi emrin. Ajo u përgjigj qartë dhe ndoqi brenda pa hedhur shumë syt përreth. Nuk donte të dukej kurioztare, donte të dukej e aftë. Gjëja e parë që vuri re brenda ishte heshtja. Jo ajo e rehatshme, por një heshtje e formuar nga ndryshimet e fundit. Dyshemet shkëlqinin, mobiljet ishin të rënda dhe të qëndrueshme. Çdo gjë kishte vendin e vet, asgjë nuk dukej rastësishme. Ajo u çua në një dhomë ku e priste Edvin Basha. Ai ishte ulur në karrocë pranë dritares, i veshur me kujdes pavarësisht rrethanave. Qëndrimi i tij ishte i drejtë, shprehja e përmbajtur. Graciela uli lehtë shikimin dhe e përshëndeti me respekt, por pa u tërhoqur apo u ngutuar. Qëndronte si dikush që e mësuar të vlerësohej, por jo i thyer prej kësaj. Edvini e vështroi në heshtje. "Je këtu për punën?" tha ai. "Po, nëse ende keni nevojë për dikë." Zëri i saj ishte i qetë, i qëndrueshëm, pa lutje, pa vetbesim të rreme. "E di çfarë përfshin puna?" pyeti ai. "Po, pastrime, gatim, ndihmë kur duhet." Pasoi një pauzë. "Nuk ke frikë?" pyeti Edvini. Ajo ngriti shikimin dhe e takoi për një çast. "Jo, kam parë gjëra të vështira më parë." Ai nuk e pyeti më. Diçka në përgjigjen e saj ishte e sinqertë, jo e mësuar përmendësh. Ai shpjegoi pritshmëritë me qartësi, oraret, kufit, rregullat e shtëpisë. Graciela e dëgjoi me vëmendje dhe pohoi një herë në shenjë të kuptimi. Kur ai mbaroi, ajo tha thjesht se mund të fillonte më një herë. Kaq mjaftua për të. Silva u shfaq pak më vonë. Ajo hyri në dhomë duke e vështruar Gracielën me syt në ngushtuar, me një shikim të mrehtë dhe gjykues. Buzëqeshja e saj, nëse mund të quhet atill, nuk i shkoi te usit. Bëri disa pyetje me një ton që më shumë gjykonte se sa kërkonte informacion. Nga ishte, nëse kishte punuar më parë në shtëpi të tilla, nëse e kuptonte si funksiononin gjërat këtu. Graciela u përgjigj me mirësjellje, pa shtuar më shumë se ç'duhej. Buzët e Silvës u shtrënguan. "Do të shohim," tha ajo më në fund. Graciela e ndjeu ndryshimin menjëherë. Nuk ishte armiqësi e hupur, por diçka më e ftohtë, dyshim, një mirësi e shtyp që jetonte në ton dhe në kohë zgjatje, jo në fjalë. Ajo uli pak kokën dhe priti udhëzime. Dhoma e saj ishte pas shtëpisë kryesore, e vogël dhe e thjeshtë. Një shtrat i ngushtë, një dollap, një dritare që shikonte nga kopshti i pasëm. Ishte e pastër dhe, më e rëndësishmja, ishte e saj. Graciela vendosi çantën mbi shtrat dhe ul për një moment duke nxjerr frym ngadalë. Qëndrueshmëria, edhe kur ishte modeste, ndihej si dhurat. Ajo filloi punën po atë mbrëmje. Pastroi me kujdes dhe metodë. Përgatiti ushqim të thjeshtë, duke ndjekur udhëzimet me saktësi. Supë me perime, oriz i gatuar siç duhet, bukë ngrohur, jo të farë. Lëviste nëpër shtëpi në heshtje, duke u siguruar që të mos shqetësonte askënd pa nevojë. Fliste vetëm kur i flisnin, por kur fliste, fjalët e saj ishin të qarta dhe të respektueshme. Edvini e vuri re. Vuri re që ajo nuk e nxitonte, që pyeste para se ta ndihmonte, që nuk e shmangte kontaktin me sy nga keqardhja. Kur i sillte ushqimin, e vendoste me kujdes, duke u siguruar që gjithçka ishte brenda mundësive të tij. Kur ai e falenderonte, ajo pohonte një herë, as te e përmirënjohse, as e ftohtë. Silva e vuri re gjithashtu, por ndryshe. Ajo e vështronte Gracielën me vëmendje, e korrigjonte për gjëra të vogla që nuk kishin nevojë për korrigjim. Kontrollonte dhoma që ishin pastruar tashmë, i kujtonte rregulla që ishin shpjeguar saktësisht. Kishte një tension në praninë e saj që Graciela e kuptonte instinktivisht. Ajo reagoi duke mbajtur distancë, duke u përqendruar në punë, pa dhënë arsye për fyerje apo afrim të panevojshëm. Atë natë pasi mbaroi detyrat, Graciela u kthye në dhomën e saj dhe ul në heshtje mbi shtrat. I bashkoi duart për një çast dhe përshpëriti një lutje të shkurtër falënderimi, jo për pasuri, jo për rehati, thjesht për mundësinë për të punuar ndershëm dhe për të fjetur pa frikë. Në shtëpinë kryesore, Edvini qëndroi pranë dritares edhe pasi dritat zbehten. Dita ishte e vançore në pamje, por diçka kishte lëvizur në sipërfaqe. Për herë të parë që kthym në shtëpi, ai kishte folur me dikë që nuk e shihte si barr apo problem për të zgjidhur. Graciela nuk kishte përpjekur ta ngëshëllonte, nuk kishte treguar keqardhje, thjesht e kishte trajtuar si burr. Ishte diçka e lehtë për të humbur, por e pamundur për të harruar. Ndërsa shtëpia u zhyt në qetësinë e natës, Edvini kuptoi se diçka e re kishte hyrë në jetën e tij. Jo entuziazëm, jo lehtësim, diçka më e shtyp,
një ndjenjë ekuilibri, një ndjenjë njerëzore. Për herë të parë pas shumë muajsh, prania në shtëpinë e tij nuk ndihej më si një marrëdhënie shërbimi. Ndihej e vërtet. Ndryshimi nuk erdhi papritur. Erdhi ngadalë, i sjell nga rutina dhe jo nga qëllimi, duke u vendosur në shtëpi pa bërë zhurmë. Edvini e vuri re fillimisht në mëngjes. Graciela i fillonte ditët herët, përpara se shtëpia të zgjohej plotësisht. Zhurmat nga kuzhina ishin të buta dhe të përmbajtura, kurrë të nxituara. Ajo përgatiste mëngjesin pothuajse njësoj çdo ditë, përveç rasteve kur i kërkohej ndryshe. Kafeja zihej me ngadalë, buka ngrohej sa për të liruar aromën, ushqimi thjesht rregullohej me kujdes mbi tabaka. Ajo nuk ja sillte menjëherë Edvinit. Pritej derisa ai të zgjohej, derisa drita të hynte në dhomë, derisa dita të ndihej gati për të nisur. Kur hynte në dhomën e tij, e përshëndeste skurt dhe e vendoste tabakan brenda mundësive të tij, duke u siguruar që asgjë të mos kërkonte përpjekje të panevojshme. Nuk qëndronte pezull pranë tij, nuk mbushte heshtjen. Lëvizte me qetësinë e dikujt që e kuptonte se dinjiteti kishte më shumë rëndësi se shpejtësia. Në fillim, Edvini hante në heshtje, i përqendruar te mendimet e tij dhe jo te ushqimi. Por me kalimin e kohës, ai filloi të vërente detajet. Kafeja kishte gjithmonë të njëjtën shije, as e fortë, as e shkujdesur. Buka nuk ishte kurrë e ftohtë. Ushqimi i kujtonte rregull, ditë që ndiqnin një rend, e mbante i lidhur me realitetin pa kërkuar vëmendje. Pas mëngjesit, Graciela hapte perdet plotësisht dhe e pyeste, pa ngulm, nëse donte të ulej më pranë dritares. Kur koha e lejonte, ajo sugjeronte kopshtin. Mund t'ju nxjerr jashtë nëse doni, i tha një herë, me ton të qetë. Ajri është i mirë sot. Edvini hezitoi. Ai e kishte shmangur kopshtin që kur ishte kthyer në shtëpi. Të qenit jashtë i kujtonte jetën që kishte hungur. Por propozimi nuk ishte presion, ishte thjesht një mundësi. Mirë, tha ai. Herën e parë qëndruan vetëm disa minuta. Zhavorri ndjehej i pabarabartë në rrotat e karrocës. Kopshti mbante aromën e tokës së lagur dhe gjetheve të krastitura. Edvini mbylli syt për një çast, duke dëgjuar zëra të largët, erën që lëvizte pemët, një qen që lehonte diku larg, shenja të jetës përtej mureve të shtëpisë. Ai nuk foli shumë atë ditë, por mëngjesin tjetër ai kërkoi të dilte përsëri. Rutina u zgjerua ngadalë. Daljet e shkurtra në kopsht u bën më të gjata. Mëngjesit nuk mbaronin më të shtrati. Graciela i sillte gazetat dhe i vendoste pranë tij pa koment. Ndonjëherë ai lexonte në heshtje, ndonjëherë i paloste dhe shikonte përpara, duke menduar. Ajo nuk bënte pyetja nëse ai nuk fliste i pari. Kur ai fliste, ajo dëgjonte. Fillimisht, bisedat ishin për gjëra të vogla. Moti, gjendja e kopshtit, një lajm që i kishte rënë në sy. Ajo nuk jepte mendim nëse i kërkohej. Kur fliste, fjalët e saj ishin të menduara, të përmbajtura dhe të bazuara në vëzhgim, jo në emocion. Edvini filloi të priste këto momente. Një mëngjes, pasi kishte lexuar seksionin financiar të gazetës, ai u ndal dhe i kërkoi ta çonte në studion e tij. Dhoma kishte mbetur pothuajse e paprektur gjatë se kur ishte kthyer në shtëpi. Tavolina ishte ende e rregulluar. Dokumentet ishin grumbulluar astrisht siç i kishte lënë. Karrigja pas tavolinës rrinte e papërdorur. Graciela hezitoi vetëm një çast, pastaj pohoi. Ajo e pozicionoi me kujdes pranë tavolinës, duke u siguruar që ai të mund të arrinte gjithçka pa u sforcuar. Nuk i sugjeroi të pushonte, nuk komentoi vështirësinë, thjesht e rregulloi hapësirën derisa funksiononte. Edvini rrëshqiti gishtat mbi sipërfaqen e tavolinës, duke u lidhur me diçka të njohur. Hapi një dosje dhe filloi të lexonte. Fillimisht ngadalë, pastaj me përqendrim më të mirë. Numrat kishin kuptim, struktura u rikthye. Mendja e tij, që nuk kishte pushuar kurrë se punonte, më në fund kishte ku të mbështetej. A mund të më sillni dosjen e vjetër më vonë? I përpozi. Po, u përgjigj thjesht Graciela. Atë pasdite, Edvini kaloi më shumë kohë në studio se sa kishte kaluar që kur ishte kthyer në shtëpi. Nuk bëri telefonata, nuk dha udhëzime. Lexoi, analizoi dhe mendoi. Kur lodhja erdhi, ishte mendore, jo emocionale, dhe kjo i dukej si përparim. Ndër veprimet e tyre mbetën të kujdesshme. Graciela nuk supozoi afërsi. Ajo i drejtohej me respekt, pa shkurtuar distancën që ekzistonte mes tyre. Edvinin nga ana tjetër i trajtonte si person, jo si funksion. I kërkonte mendim për gjëra të vogla, si ndriçimi në studio apo pozicionin e karriges. I falenderonte vazhdimisht, jo nga detyrimi, por sepse e vinte re e përpjekjen e saj. Ndërkohë, Silva po bëhej një prani e përcaktuar më shumë nga mungesa se sa nga plasja. Ajo nuk shfaqej më fare në mëngjes. Disa ditë Edvini nuk e shihte deri në vonë pasdite, disa ditë nuk kthehej deri në mbrëmje. Kur vinte, lëvizte nëpër shtëpi pa u ndalur, kontrollonte telefonin, ndronte rroba, dilte sërish. Kur Silva dhe Edvini gjendeshin në të njëjtën dhomë, heshtja mes tyre ishte e qëllimshme. Bisedat ishin të shkurtra dhe praktike. Ajo pyeste nëse kishte nevojë për diçka, por pyetja tingëllonte mësuar përmendësh. Kur ai thoshte jo, ajo dukej e lehtësuar.
Graciela e vëzhgonte këtë pa koment. Ajo nuk u vendos mes tyre, nuk mbushte boshllëqe që nuk i përkisnin atyre. U përqendruar në detyrat e saj dhe në rutinën e Edvinit, duke ruajtur stabilitet edhe kur ritmi i shtëpisë po shpërbëhej diku tjetër. Edvini u vuri re mungesat e Silvas më qartë tani, por ato nuk e godisnin më njësoj. Dhimbja e mprehte braktisjes ishte zbutur, kthyer në diçka më të përballueshme. Ai nuk e priste më praninë e saj për të përcaktuar ditën. Vëmendja e tij kishte kthyer brenda. Një pasdite, ndërsa qëndronin në kopsht më gjatë se normalisht, Edvini foli pa e parë Gracielën. Mendoja se jeta ime mbaroi në atë aksident, tha ai. Ajo priti. Mendoja se gjithçka që kishte rëndësi ishte e lidhur me trupin tim, të hyja në Roma, të shndroja në këmbë në takime, të lëvista pa menduar. Ajo pohoi një herë, duke e pranuar peshën e mendimit pa e ndërprer. Por puna, tha në pauzë, vendimet janë këtu. Po, tha ajo qetë, janë. Nuk kishte lavdrim në zërin e saj, as shtys, vetëm dakordsi. Thjeshtësia e asaj përgjigje e qetësoi diçka brenda. Atë mbrëmje, Edvini kërkoi të hante darkë në kopsht. Ajri ishte i freskët, drita e butë. Graciela e solli ushqimin me kujdes, gatime të thjeshta, të përgatitura me vëmendje, jo me tepri. Ai hëngri ngadalë, i vetëdijshëm për ndryshimin nga vaktet e rënda të javëve të fundit. Kur mbaroi, nuk u ndjej raskapitur. Teksa nata afrohej, Edvini qëndroi jashtë duke vëzhguar qiellin që errësohej. Vila qëndronte e qetë pas tij. Diku brenda, Silva lëvizte nga një dhomë në tjetrën pa u ndalur. Për herë të parë pa një kohë, Edvini nuk u ndjeu të burgosur nga trupi i tij. Ai e kuptoi diçka qartë, pa iluzione. Këmbët i kishin dështuar, por mendja jo. Autoriteti i tij nuk kishte zhdukur. Aftësia për të menduar, për të vendosur dhe për të udhëhequr ishte ende aty, e paprektur. Ky kuptim nuk ja ktheu atë që kishte humbur, por ja diçka tjetër. Kontroll. Dhe ashtu siç u kthye brenda atë mbrëmje, i udhëhequr por jo të zvogluar, Edvini ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë që nga aksidenti. Ai mund të merrte frymë sërish. E vërteta nuk erdhi me dramë. Ajo doli në sipërfaqe ashtu siç dalin shpesh të vërtetat e pakëndshme, përmes një bisede të zakonshme, të thënë pa menduar nga njerëz që nuk e dinin se kush po dëgjonte. Graciela ndodhej në një farmaci të vogël në Lezhë, duke pritur pranë banakut me një listë të thjeshtë të palosur në dorë. Kishte ardhur për të blerë antiseptik dhe fasha për një prerje të vogël që kishte marrë gjatë pastrimit. Ambienti kishte aromë dezinfektuesi dhe barishte të thata. Një radio luante lek pas banakut. Ishte pasdite vonë, ora kur qyteti ngadalsohej dhe njerëzit qëndronin më gjatë se ç'duhej. Dy gra qëndronin pak më tej, duke pritur recetat e tyre. Flisnin me zë të ulët, ashtu si flitet për thashetheme që janë menduar të ndahen, por jo të dëgjohen. Graciela nuk u përqendrua me njëherë, mbajti syt poshtë, duke parë raftet. Pastaj dëgjoi një emër, Silva. Njëra nga gratë qeshi lehtë. E pash përsëri mbrëm, tha ajo, në të njëjtin lokal pranë bregut. Me atë burrin, pyeti tjetra. Po, Dritan Kodra, e nje, gjithmonë rreth klubeve, gjithmonë duke shfaqur para. Duart e Gracieles ju ndalën. Ajo është e martuar apo jo? Tha gruaja e dytë. E martuar, po, për burri i saj as nuk ecën, u përgjigj tjetra. Jo me keqdashje, por pa dëmshuri. Ka javë që del me të gjithë po flasin. Fjalët ranë rënd. Gjoksi i Gracieles u shtrëngua, jo nga tronditja, por nga një ndjenjë më e afërt me frikën. Ajo nuk u kthye, nuk i pa. E mbylli blerjen me qetësi, falenderoi farmacistin dhe doli në rrugë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Dielli i pasdites i dukej më i ashpër, zhurma e makinave më e fortë. Eci ngadalë, duke i dhënë vetes kohë për të menduar. Mungesat e Silvës, netët e vona, shqetësimi, distanca. Tani gjithçka përshtatej shumë sakt, por ta dije diçka dhe ta thoje ishin gjëra të ndryshme. Graciela nuk ishte familje, ishte punojnëse. Në Shqipëri, një shërbëtore nuk ndërhyn në çështjet mes burrit dhe gruas, sidomos kur përfshihen pasuri dhe pushtet. U kthye në vilë me furnizimet dhe vazhdoi punën si zakonisht. Pastroi, përgatiti darkën, lëvizi nëpër shtëpi pa zhurmë, duke u përpjekur të mos e tregonte peshën e mendimeve në fytyrë. I tha vetes se mund të gabonte, se thashethemet shpesh fryhen, se nuk ishte puna e saj. Por dyshimi nuk u largua. Më vonë atë mbrëmje, ndërsa ishte në kuzhinë duke larë enët, dëgjoi tingullin e takave mbi dysheme. U kthye pak dhe pa Silvën që kaloi në korridor. Rrobat ishin zgjedhur me më shumë kujdes se zakonisht. Flokët të rregulluara, grimi freskët, nuk u ndal të fliste. Pak minuta më vonë, Graciela dëgjoi derën kryesore të hapej dhe të mbyllej. U afrua pranë dritares, aq sa të shihte pa u dukur. Një makinë e zezë ishte ndalur pranë portës, një burr qëndronte pranë saj, i gjatë, i sigurt në vete, duke pritur. Silva doli në dritë për një çast, duke qeshur ndërsa fliste me të, pastaj hipi në makinë. Motori u ndez dhe ata u larguan. Graciela mbeti e ngraher. Nuk kishte më keq kuptim, asnjë vend për dyshim. Instinkti i parë ishte frika, jo frika nga Silva, por frika nga pasojat. Nëse fliste, rrezikonte punën. Më keq, rrezikonte të akuzohej se po krijonte probleme.
por me bashkimin e frikës erdhi edhe një ndjenjë tjetër, besnikëria. Jo besnikëri e verbër, por ajo që lind nga respekti. Ajo mendoi për Edvinin prandritares, duke lexuar gazetat, duke rimarrë veten. Mendoi për dinjitetin se si ai mbante dhimbjen. Mendoi për besimin që ai kishte dhënë thjesht duke e trajtuar si njeri. Nuk flite shumë atë natë. Të nesërme në mëngjes, lëvizi me kujdes nëpër detyrat e saj, duke u vëzhguar Edvinin më shumë se zakonisht. Ai duke i qetë, i përqendruar, i pavetdijshëm. Pesha e asaj që ajo dinte e bënte çdo veprim më të rëndë. Deri në mesditë kishte marrë vendimin. E gjeti Edvinin në studio, duke lexuar dokumenta. Dhoma ishte e qetë, tavolina e rregulluar, atmosfera e kontrolluar. Ky nuk ishte një burr që po shpërbëhej, ishte një burr që po mendonte. Zotri, tha qetë nga dera. Ai u ngrit syt. Po? Ajo hezitoi, gjithui fjalët me kujdes. Ka diçka që mendoj se duhet ta dini. Ai u bëri shenjë të vazhdonte. Ajo nuk e zbukuroi tregimin, nuk akuzoi, tregoi saktësisht çfarë kishte dëgjuar në farmaci dhe saktësisht çfarë kishte parë natën më vonë. Zëri i saj ishte i qëndrueshëm, toni i respektueshëm. Kur mbaroi, priti. Edvini nuk reagoi menjëherë. Ai qëndroi pa lëvizur, duke përthithur informacionin. Fytyra nuk ndryshoi, nuk kapi zemërim, as tronditje, as dhimbje të dukshme, vetëm një heshtje e gjatë. Falemberit që më the, tha në fund. Kaq. Graciela ndjeu një përzierje lehtësimi dhe pasigurie. Pohoi me kokë dhe u tërhoq, e pasigurt se çfarë do vinte më pas. Më vonë atë pasdite, Edvini kërkoi të qohej në dhomën e gjumit. Pasi mbeti vetëm, mbylli derën dhe mori tabletin nga komodina. Kompania e tij kishte zhvilluar sisteme sigurie vite më vonë, dhe edhe pse sistemi i vilës nuk ishte përditësuar së fundmi, ende funksiononte. Ani lëvizi nëpër interfaqe me kujdes dhe saktësi. Nuk u nxitoi. Hapi pamjet e kamerave te porta kryesore, duke u kthyer pas në data dhe orë të ndryshme. Ekrani tregonte Silvën që dilte në shtëpi në shumë mbrëllje, rroba të ndryshme, orë të ndryshme, gjithmonë e njëjta makinë, gjithmonë i njëjti burr që priste. Edvini shikoi pa u lëvizur syt. E vërteta tashme e konfirmuar, nuk e goditi si një grusht. U vendos brenda tij, e rënd, por e fortë, pa lënë hapësirë për iluzione. Ajo që e dhemshi më shumë nuk ishte vetë dhimbja, por lehtësia me të cilën kishte ndodhur. Mungesa e hezitimit, mungesa e respektit. Ai nuk bërtiti, nuk e hodhi tabletin, nuk e telefonoi Silvën. Thjesht e fiksi ekranin. Atë mbrëmje, kur Silva u kthye në shtëpi, Edvini e përshëndeti me qetësi. Biseda e tyre ishte e shkurtër, e zakonshme, pathuajse e sjellshme. Ajo nuk vuri re asgjë të ndryshme. Nëse e vuri re, nuk e komentoi. Graciela u vëzhgoi nga larg, e habitur se si ai mund të qëndronte kaq i përmbajtur, por Edvini nuk ishte i mbyrë, ishte i përqendruar. Atë natë, vetëm në dhomën e tij, ai mendoi me kujdes. Zemërimi nuk do të sillte asgjë. Përballimi do të jepte të përgatitej, të manipulonte, të gënjente. Ai kishte ndërtuar gjithçka në jetën e tij përmes durimi dhe strategjie. Nuk do ta braktiste këtë tani. Ai e kuptoi qartë diçka. Martesa, ashtu siç e kishte njohur, kishte mbaruar. Jo vetëm për shkak të tradhtisë, por sepse besimi kishte shkatruar dashmëni. Ajo që mbetej nuk ishte më dhimbje, por qartësi. Edvini vendosi atëherë të vepronte në hishtje, të vëzhgonte, të mblidhte fakte, të vepronte kur të vinte koha e duhur. Dhimbja mund të priste, strategjia jo. Silva e ndjeu ndryshimin përpara se të thuaj me fjalë. Qetësia e Edvinit kishte marrë një formë tjetër. Ai nuk kërkonte më siguri, nuk priste më praninë e saj për të përcaktuar atmosferën e shtëpisë. Vëzhgonte më shumë se sa fliste, pyeste më pak, shikonte. Për dikë që nuk e njihte mirë, mund të dukej si dorëzim. Për Silvën ishte rrezik. Ajo u përshtat shpejt. Një mbrëmje u shfaq pa paralajmërim në dhomën e Edvinit, me një zë më të butë se sa kishte pasur prej muajsh. U ul pranë tij, ja mori dorën dhe lejoi lotët t'i mbushnin syt. Folën për stresin, për hutimin, për sa e humbur ishte ndjerë që pas aksidentit. Kërkoi falje për largësinë e saj dhe fajsoi frikën për gabimet. Tha se ishte mbi ngarkuar, se nuk ishte ditur si ta përballonte dhimbjen e tij. Edvini dëgjoi pa e ndërprer. Nuk dua të humbas, tha ajo, duke ja shtrënguar dorën. Kam gabuar, të lutem më fal. Sjellja e saj ishte e llogaritur, e matur. Nuk kërkoi shumë, nuk ngumoi. U largua nga dhoma qetë, sikur po jepte hapësirë për ta besuar. Por ndërsa para Edvinit luante rolin e gruas së penduar, vëmendja e saj u zhvendos te Graciela. Të nesërmen në mëngjes, Silva e thirri Gracielën në dhomën e ndenjës. Toni i saj ishte i ngrohtë, pothuajse i sjellshëm. I ofroi të ulej, diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Graciela qëndroi në këmbë, me duart e bashkuara, e kujdesshme. Silva buzëqeshi dhe e pyeti për jetën e saj, për shkollën, për ëndrat. Pastaj filloi të fliste për mundësi. "Je e zgjuar," tha ajo. "Nuk duhet të mbetesh gjithë jetën duke pastruar shtëpi. Mund të ndihmoj të shkosh jashtë shtetit, të studiosh, të kesh një jetë më të mirë." Graciela u trondit. Fjalit prekën diçka të thellë, diçka që kishte mësuar të mos e shpresonte më. Por koha ishte e gabuar.
Mirësia duke i mësuar përmendësh. Silva nxori nga çanta një qese të vogël të bardhë dhe e vendosi mbi tavolinë mes dyre. Vendose këtë në ushqimin e Edvinit, tha me qetësi. Graciela mbeti pa frymë. Do ta ndihmoj të qetësohet, vazhdoi Silva. Ai është gjithmonë i tensionuar, nuk merr ilaçe nëse e di. Kështu është më e lehtë. Graciela tunte kokën ngadalë. Nuk mund ta bëj këtë. Buzëqeshja u zhduk. Silva u përkul përpara, zëri i saj ul. Nuk ke zgjedhje. Zemra e Gracielës filloi të rrithte fort. Nuk do ta lëndoj. Sytë e Silvës u bën të ftohtë. Nëse nuk e bën, humbet gjithçka. Punën, sigurinë. Dhe nëse i thua qoftë edhe një fjalë atij, do të pendohesh. Nuk pati britma, nuk pati dram, vetëm siguri e ftohtë. Graciela doli nga dhoma duke u dridhur. U kthye në dhomën e saj të vogël pas shtëpisë dhe e mbylli derën. U ul në shtrat duke parë qese në dorë, mendimet duke i vërshuar. Frika e rrethonte nga të gjitha anët. Nuk kishte mbrojtje, nuk kishte familje, nuk kishte pushtet. Atë natë nuk fjeti. U lut në heshtje, duke kërkuar qartësi, guxim, mbrojtje. Ndërsa agimi afrohej, frika u shndrua në vendosmëri. Mund ta humbiste punën, mund të përballej me pasoja, por nuk mund të bëhej pjesë e së keqes. Në mëngjes, vendimi ishte marrë. E gjeti Edvinin në kopsht me qesen e mbyllur brenda një zarfi. Zëri i dridhej ndërsa i tregoi gjithçka: ofertën, kërcënimin, pluhurin. Ja vendosi zarfin në dorë. Edvini dëgjoi pa reaguar. Ku mbaroi, pohoi një herë. Bëre gjën e duhur, tha ai. E dërgoi paketën në laborator po atë ditë. Përgjigja erdhi shpejt. Ishte helm, me veprim të ngadalt, i krijuar për të dëmtuar organet me kalimin e kohës, pa ngritur dyshime të menjëhershme. Edvini mbylli syt për një çast kur lexoi raportin. Kur i hapi, diçka përfundimtare ishte vendosur brenda tij. Kjo nuk ishte më tradhti, ishte tentativë vrasjeje. Ai veproi menjëherë, por në heshtje. Kontaktoi avokatin e tij, Arjan Lekën, dhe hetuesin privat, Ilir Pashajn. Takimet u organizuan me kujdes. U shqyrtuan dokumenta financiare, u mblodhën prova, u përgatitën pamje, u dokumentuan kërcënime. Çdo gjë u grumbullua me metodë, pa e paralajmëruar Silvën. Përballja ndodhi 2 ditë më vonë në dhomën e ndenjes. Silva hyri dhe gjeti Edvinin duke pritur, të qetë dhe të përmbajtur, me dokumenta të shtruara mbi tavolinë. Graciela qëndronte pranderës, në heshtje. Ilir Pashaj foli i pari, duke paraqitur provat. Lidhjen jashtëmartësore, keqpërdorimin e parave, kërcënimet. Pastaj Arjan Leka vendosi raportin e laboratorit përpara Silvës. Ngjyra i iku nga fytyra. Fillimisht mohoi gjithçka. Pastaj u lut, qau, fajsoi stresin, fajsoi frikën, fajsoi Gracielën. Edvini nuk foli derisa ajo mbaroi. U përpoqe të më vrisje, tha ai qetë. Silva u shemb në karrige, duke qarë, duke u zgjatur drejt tij. Ai nuk lëvizi. Arjan Leka rrëshqiti dokumentat e divorcit mbi tavolinë. Ke 48 orë për t'u larguar nga kjo shtëpi. Pas kësaj, gjithçka do të vazhdoj ligjërisht. Silva bërtiti, mallkoi Gracielën, mallkoi Edvinin. Doli nga shtëpia e poshtëruar dhe e tërbuar. Teksa dera u mbyll pas saj, Edvini qëndroi pa lëvizur. Ai kishte kaluar vijën pa kthim. Edvini nuk veproi nga zemërimi. Sapo e vërteta u konfirmua, lëvizjet e tij u bën të matur, të qëllimshme, pothuajse të heshtura. Vila u kthye në rutinat e saj në sipërfaqe, por poshtë gjithçkaje, çdo gjë po vendosej në vendin e duhur. Një mëngjes herët, ndërsa shtëpia ishte ende e qetë, Edvini i kërkoi Gracielës t'i sillte telefonin dhe laptopin. Ai priti derisa ajo doli nga dhoma përpara se të bënte telefonatat. Zëri i tij ishte i qetë, fjalët të sakta. Fillimisht kontaktoi Arjan Lekën, avokatin që kishte trajtuar çështjet e tij prej vitesh, një njeri i njohur më shumë për diskrecion se sa për zhurmë. Biseda ishte e shkurtër, por mjaftueshëm serioze që Arjani ta kuptonte peshën e situatës. Në fund të telefonatës, takimi ishte caktuar. Më pas erdhi radha e Ilir Pashajt. Edvini nuk i shpjegoi gjithçka në telefon. Tha vetëm se i duheshin fakte të mbledhura shpejt dhe pa zhurmë. Iliri e kuptoi, gjithmonë e kuptonte. Që njëri moment, procesi ecën përpara pa bujë. Arjani shqyrtoi dokumentet financiare që dikur i ndaheshin pa kufizime mes burrit dhe gruas. Llogaritë u kontrolluan me kujdes. Transaksionet u gjurmuan. Shpenzime që më parë dukeshin të parëndësishme, tani formonin modele të qarta. Para ishin lëvizur pa shpjegim. Pagesa ishin bërë për vende dhe persona që nuk kishin lidhje me shtëpinë. Asgjë hapur e paligjshme, por gjithçka e papërshtatshme. Iliri u përqendrua te ajo që nuk mund të mohohej. Ai mblodhi prova për lidhjen jashtëmartësore, data, vende, fotografi të marra në ambiente publike, pamje sigurie nga jashtë vilës. Regjistroi mesazhe kërcënuese që Silva kishte dërguar, fjalë të thëna pa kujdes në momente kur mendonte se ishte e paprekshme. Siguroi dëshmi dhe raportin e laboratorit që konfirmonte përmbajtjen e pluhurit bardh. Gjithçka u bë në heshtje. Brenda shtëpisë, Silva nuk dyshonte për asgjë. Ajo lëvizte nëpër vilë si gjithmonë, e sigurt në aftësinë e saj për të kontrolluar pamjen e jashtme. Nuk i vuri re ndryshimet e vogla në sjelljen e Edvinit. Ai ishte i sjellshëm, nuk e pyeste për lëvizjet e saj, nuk e përbollonte. Për të, heshtja e tij dukej si dorëzim. Graciela mbajti distancë,
U përqendrua te puna, duke e shmangur Silvën sa herë që ishte e mundur. Tensioni në shtëpi ishte i trash, por i pathën. Vaktet haheshin veçmas, dyert mbylleshin më shpesh se më parë. Ajri duke i kontrolluar, sikur të gjithë po mbanin frymë. 2 ditë më vonë, Edvini i kërkoi Gracielës të përgatiste çaj në dhomën e ndenjës në pasditën e vonë. Kërkesa ishte e thjeshtë, por koha e zgjedhur me kujdes. Drita që hynte nga dritaret ishte e butë, e qetë, pothuajse paqësore. Asgjë në dhomë nuk paralajmëronte përplasje. Kur Silva u kthye në shtëpi atë mbrëmje, u befasua kur pa Edvinin duke e pritur në dhomën e ndenjës. Ai ishte veshur me kujdes, qëndrimi i drejtë. Dokumentet ishin rregulluar mbi tavolinë përpara tij. 2 burra qëndronin pranë, të qetë dhe të përmbajtur. "Çfarë po ndodh?" pyeti Silva me një ton të mprehtë bezdije. "Ulu", tha Edvini qetë. Ajo qeshi shkurt, me përbuzje. "Që kur fillove të jepi urdhra?" Arjan Leka foli përpara se Edvini të përgjigjej. Zëri i tij ishte profesional, i fortë. "Zonja Kelmendi, do t'ishte më mirë të uleshit." Diçka ndryshoi në dhomë. Silva hezitoi, pastaj ul në divan, syt duke kaluar nga njëri burr te tjetri. Iliri filloi pa emocione. Ai paraqiti faktet me gjuhë të qartë dhe të thjeshtë. Lidhjen jashtëmartesore, vendlodhiat, parat, kërcënimet. Çdo provë u vendos mbi tavolinë ngadalë, një nga një. Fotografitë pasuan, dokumentet, regjistrimet. Shprehja e Silvës ndryshonte me çdo zbulim. Fillimisht ajo përqeshi. "Kjo është absurde", tha. "Po më përgjoni?" Pastaj vetbesimi filloi të lëkundej. Kur Arjani vendosi raportin e laboratorit përpara saj, ngjyra i iku nga fytyra. "Çfarë është kjo?" pyeti, me zë të holluar. "Provë", u përgjigj Arjani, "për tentativë dëmtimi." Silva u ngrit me vrull. "Është gënjeshtër. Ajo vajzë", tha duke treguar Gracielën, "po të manipulon. Ajo do atë që kam unë." Edvini foli më në fund. "Ulu", tha përsëri, qetë. Silva u ngurtësua dhe u rrëzua sërish në divan. Përmbajtja i u thye. Lotët shpërthyen papritur, të pakontrolluar. U zgjat drejt Edvinit duke u lutur me zë të dridhur. "Kam pasur frikë. Nuk e dija çfarë po bëja. Isha nën presion. Kam gabuar, por nuk kam dashur kurrë." Pastaj u kthye me inat nga Graciela. "Ajo ta helmoi mendjen kundër meje. Ajo është arsyeja pse po ndodh kjo." Graciela nuk u përgjigj. Qëndroi në vend, duart e bashkuara, fytyra e zbehet por e qëndrueshme. Edvini e shikoi Silvën pa shpaqur emocion. Kur ajo mbaroi, kur fjalët u shterrën dhe mbeti vetëm e qara, ai foli. "E kërcënove", tha. "Planifikove të më dëmtoje. Tradhtove këtë shtëpi." Silva ra në gjunjë, duke u kapur pas skajt të tavolinës. "Të lutem", përshpëriti, "do të ndryshoj, ta betohem, mos ma bëj këtë." Arjan Leka shtyu përpara dokumentet të divorcit. "Këto dokumente janë gati", tha ai. "Do të depozitohen menjëherë." Silva i pa dokumentat sikur të mos ishin reale. Pastaj i bërtiti, një tingull jashtë për zemërimi dhe mosbesimi. Mallkoi Edvinin, mallkoi Gracielën, hodhi akuza që askush nuk ju përgjigj. Edvini priti që zhurma të shuhej. "Ke 48 orë", tha më në fund. "Merr gjërat që të përkasin dhe largohu nga kjo shtëpi. Pas kësaj, çdo komunikim kalon përmes avokatit tim." Silva e shikoi me urrëtie përmes lotëve. "Mendon se kjo ka mbaruar?" tha ajo. "Do të pendohesh." U ngrit duke u dridhur dhe doli me vrull nga dhoma. Zhurma e hapave të saj u përhap në përvil, ndjekur nga përplasja një dere. Heshtja u kthye. Burrat mblodhën dokumentat dhe u larguan pa ceremoni. Graciela mbeti në këmbë e pasigurt nëse duhej të fliste. Edvini u kthye nga Graciela. "Bëre pikërisht atë që duhej të bëje. Faleminderit." Ajo pohoi me kokë, pa i besuar zërit. Atë natë, Silva paketoi me nervozizëm. Sirtarët u përplasën, kuti u zvaritën mbi dysheme. Ajo u largua nga vila përpara agimit, makina e saj duke u nisur në heshtje. Nuk pati lam të mira, as dëshmitar. Teksa porta u mbyll pas saj, Edvini e vështroi nga dritarja. Nuk ndjeu vitore, as lehtësim. Vetëm qartësi. Drejtësia kishte lëvizur pa zhurmë. Silva nuk u largua në heshtje sepse kishte pranuar humbjen. U largua sepse poshtrimi diqte më fort se frika. Udhëtimi larg vilës i u duki pafund, duart i shtrënguara fort në timon, mendimet duke u rrotulluar me zemërimit dhe dëshpërimit. Kur mbërriti në apartamentin e Dritan Kodrës pranë Bregdeti, vendosmëria e saj ishte shndërruar në diçka më të errët. Dritani dëgjoi ndërsa ajo fliste, duke ecur nervozisht në përdhom, fjalët duke i dalë njëra pas tjetrës. I tregoi gjithçka, qetësinë e Edvinit, dokumentet, helmin, mënyrën si ishte nxjerrë jashtë si e huaj. Për Gracielën foli me një hidhërim të veçantë, duke e fajsuar për çdo pasojë. Dritani nuk foli shumë në fillim, fytyra i mbeti e ngrirë, nofulla e shtrënguar. Kur ajo mbaroi, heshtje që pasoi ishte e rëndë. "Pra, ai mendon se ka fituar", tha Dritani më në fund. Silva pohoi, lotët i rridhnin në faqe, por i fshiu shpejt me zemërim. "Mendon se është i paprekshëm, ulur aty, duke më gjykuar." Dritani mori telefonin dhe bëri një telefonat, zëri ulët dhe i kontrolluar.
Kërkoi njerëz që dinin të vepronin pa zhurmë, njerëz që nuk bënin pyetje. U përmendën para, pastaj më shumë para. Kur e mbylli telefonin, e pa Silvën pas një butësi. Kjo mbaron sonte, thaj. Në vil, nata u vendos ngadalë. Ajri ishte i freskët, kopshti i qetë. Brenda, shtëpia vazhdonte heshtjen e njohur. Graciela mbaroi pastrimin e kuzhinës dhe përgatiti një darkë të lehtë, duke e lënë gati në rast se Edvini do të donte të hante më vonë. Ai e kishte kaluar mbrëmjen në studio duke lexuar, i përqendruar dhe i qetë, sikur ditët e fundit ta kishin prehur më shumë se sa lodhur. Ata folën shkurt para se të tërhiqeshin në dhomat e tyre të ndara. Nuk u tha asgjë e pazakont, nuk u përmend asnjë ndjenjë rreziku. Por ndërsa dritat u shuan dhe shtëpia u qetësua, diçka e parehatshme mbeti pezull në ajër, aq e lehtë sa mund të shpërfilej po të doje. Rreth mesnatës, 3 motor u ndalën në rrugë, pak larg vilës. Motorët u fikën menjëherë. Burrat që zbritën ishin veshur me rroba të errta dhe me maska të tërhequra poshtë. Lëviznin me koordinim të ushtruar, duke kontrolluar përreth përpara se t'i afroheshin pronës në këmbë, duke qëndruar në hije dhe duke shmangur shtegun e hapur. Brenda, Graciela ishte ende zgjuar, ishte ulur në buzë të shtratit, duke lexuar në heshtje, kur dëgjoi një tingull të lehtë, metal bigur, tepër i qëllimshëm për të qenë era. Ajo u ngrir, duke dëgjuar. Pasoi një tingull i dytë, më afër. Zemra filloi të rrithte fort, jo nga paniku, por nga vigjilenca. U ngrit dhe hapi derën ngadalë, duke dalë në korridor. Shtëpia ishte e qetë, por heshtja ndihej e tendosur. U drejtua nga dhoma e Edvinit, duke ecur me kujdes. Zotri, jeni zgjuar? Përshpriti ajo te dera. Çfarë ka? Mendoj se ka dikë jashtë. Edvini nuk hezitoi, u drejtua me karrocë drejt panelit të kontrollit pranë shtratit dhe aktivizoi sistemin e sigurisë. Kamerat u ndozën në ekran. Pamja tek porta anësore janë dali frymën, burra me maska që lëviznin me qëllim, me armë të dukshme në duar. Qëndro pranë meje, tha i qetë. Mos u frikso. Ai shtypi alarmin. Zëri çau natën, i mpre dhe i pamohueshëm. Dritat rreth vilës u ndezën, duke mbushur oborin me dritë. Sulmuesit u ndalën për një çast, pastaj u shpërndan, duke u përpjekur të tërhiqeshin. Njëri u hodh drejt murit, një tjetër vrapoi drejt pemëve, i treti hezitoi, i zënë në dritën e papritur. Brenda pak minutash, rojet e armatosura të sigurisë mbërritën, duke ju përgjigjur alarmit të heshtur të lidhur me sistemin. U dëgjuan thirrje. Njëri nga sulmuesit u pengua dhe ra. Një tjetër u rrethua pranë portës, i treti u përpoq të arratisej, por u kap para se të arrinte në rrugë. Brenda shtëpisë, Graciela qëndronte duke u dridhur, me shpinën pas murit. Edvin mbeti i qetë, duke ndjekur monitorët derisa lëvizjet jashtë u ndalën. Mbaroi, tha i qetë. Policia mbriti pak më vonë. Sulmuesit u neutralizuan dhe u morën në pyetje aty për aty. Njëri rezistoi në fillim, pastaj u thye nën presion, duke përmendur emrin e Dritan Kodrës si personin që i kishte paguar. Pranoi se shënjeshtra ishte Edvini dhe gruaja që jetonte me të. Graciela mbylli syt kur e dëgjoi këtë. Edvini dëgjoi pa shfaqur emocion. Atëherë u vendos plotësisht pesha e urrëties që ishte drejtuar kundër tij. Jo zemërimi i çastit, por diçka e planifikuar, e paguar dhe e qëllimshme. Ai nënshkroi deklaratat me qetësi, ju përgjigj pyetjeve me saktësi dhe pas se sa burrat u larguan të shoqëruar nga policia. Kur shtëpia u kthye më në fund në heshtje, agimi po afrohej. Qieli u ndriçua ngadalë përtej dritareve. Graciela ishte ulur në dhomën e ndenjes, e mbështjellur me një batanie, duart ende duke i dridhur. Edvini hyri me karrocë dhe u ndal përballë saj. Bëre mirë që i besove instiktit tënd, tha ai. Na shpëtove. Ajo pohoi, pa mundur të fliste. Teksa dieli u ngrit, Edvini e kuptoi diçka me një qartësi që nuk linte vend për dyshim. Urrëtia që e kishte ndjekur, që kishte tentuar ta zhdukte, kishte treguar fytyrën e saj të vërtetë dhe kishte dështuar. Ishte përplasur me përgatitjen, të vërtetën dhe vetë përmbajtjen. Për herë të parë që nga aksidenti, Edvini ishte i sigurt për një gjë. Ky kapitull dhune kishte përfunduar. Zëri çau natën, i mpre dhe i pamohueshëm. Dritat rreth vilës u ndezën, duke mbushur oborin me dritë. Sulmuesit u ndalën për një çast, pastaj u shpërndan, duke u përpjekur të tërhiqeshin. Njëri u hodh drejt murit, një tjetër vrapoi drejt pemëve, i treti hezitoi, i zënë në dritën e papritur. Brenda pak minutash, rojet e armatosura të sigurisë mbërritën, duke ju përgjigjur alarmit të heshtur të lidhur me sistemin. U dëgjuan thirrje. Njëri nga sulmuesit u pengua dhe ra. Një tjetër u rrethua pranë portës, i treti u përpoq të arratisej, por u kap para se të arrinte në rrugë. Brenda shtëpisë, Graciela qëndronte duke u dridhur, me shpinën pas murit. Edvini mbeti i qetë, duke ndjekur monitorët derisa lëvizjet jashtë u ndalën. Mbaroi, tha i qetë. Policia mbriti pak më vonë. Sulmuesit u neutralizuan dhe u morën në pyetje aty për aty. Njëri rezistoi në fillim, pastaj u thye nën presion, duke përmendur emrin e Dritan Kodrës si personin që i kishte paguar. Pranoi se shënjeshtra ishte Edvini dhe gruaja që jetonte me të. Graciela mbylli syt kur e dëgjoi këtë. Edvini dëgjoi pa shfaqur emocion. Atëherë u vendos plotësisht pesha e urrëties që ishte drejtuar kundër tij. Jo zemërimi i çastit, por diçka e planifikuar, e paguar dhe e qëllimshme.
Ai nënshkroi deklaratat me qetësi, i u përgjigj pyetjeve me saktësi dhe pas sa burrat u larguan të shoqëruar nga policia. Kur shtëpia u kthye më në fund në heshtje, agimi po afrohej. Qieli u ndriçua ngadalë përtej dritareve. Graciela ishte ulur në dhomën e ndenjes, e mbështjellur me një batanie, duart ende duke i dridhur. Edvin i hyri me karrocë dhe u ndal përballë saj. "Bëre mirë që i besove instiktit tënd," tha ai. "Na shpëtove." Ajo pohoi, pa mundur të fliste. Teksa dieli u ngrit, Edvini e kuptoi diçka me një qartësi që nuk linte vend për dyshim. Urrëtia që e kishte ndjekur, që kishte tentuar ta zhdukte, kishte treguar fytyrën e saj të vërtetë dhe kishte dështuar. Ishte përplasur me përgatitjen, të vërtetën dhe vetë përmbajtjen. Për herë të parë që nga aksidenti, Edvini ishte i sigurt për një gjë. Ky kapitull dhune kishte përfunduar. Paqja u kthye në vil ngadalë, ashtu siç kthehet pas një stuhie, kur toka është ende e lagur, por ajri është më i lehtë. Në javët që pasuan sulmin, shtëpia pranë Velipojës dukej më e hapur, më e qetë, sikur diçka helmuese ishte larguar më në fund nga muret e saj. Dyert filluan të qëndronin hapur, dritaret nuk mbuloheshin më. Kopshti, që dikur ishte thjesht pjesë e rutinës, u bë vend pushimi. Gjyqi u zhvillua në Shkodër. Silva Kelmendi dhe Dritan Kodra u ulën krah për krah në sallën e gjyqit, pa më asnjë shenjë vetbesimi apo luksi. Prokurorët paraqitën faktet me kujdes, lidhjen jashtëmartesore, keqpërdorimin e parave, kërcënimet, helmin dhe së fundmi sulmin e armatosur. Provat folën më fort se emocionet. Mesazhet e regjistruara, transferta bankare, rrëfime nga burrat e paguar. Çështja ishte e saktë, e ndërtuar me metoda, e pamundur për t'u shkatruar me lot apo justifikime. Silva u përpoq të fliste disa herë. Qau, fajsoi manipulimin, pretendoi panik. Dritani qëndroi kryesisht në heshtje, arroganca e dikurshme e zëvendësuar nga një llogaritje që kishte ardhur shumë vonë. Vendimi erdhi pa befasi. Ata u shpallën fajtor për komplot dhe tentativë vrasjeje. Dënimet u shpallën qartë, pa hezitim. Teksa Silva u shoqërua jashtë, ajo hodhi një vështrim plot mllef drejt galerisë. Edvini nuk ja ktheu shikimin. Ai tashmë po e linte pas. Në vil, jeta u riorganizua rreth thjeshtësisë. Graciela u kthye te rutinat e saj, por ato nuk ishin më mbijetesë. Ajo gatuante pa frikë nga hapa pas shpine, lëviste në shtëpi pa tension në shpatulla. Supa zjente qetë në sobë, buka pritej dhe mbështimej me kujdes. Zhurmat e jetës së përditshme mbushën hapësirat që dikur ishin të sunduara nga heshtja. Edvini u përqendrua te shërimi, mbante orarin e tij, punonte me disiplinë, lexonte në mëngjes dhe kalonte kohë në kopsht pas diteve. Forca i kthei gradualisht, jo vetëm fizikisht, por edhe në qëndrim, në vetbesim, në mënyrën si fliste. Karroca ishte ende aty, por nuk e përcaktonte më. Bisedat e tyre mbetën të qeta dhe të respektueshme. Flisnin për libra, për lajme, për gjëra të zakonshme. Qeshnin her pas here, but të befasuar nga tingulli. Nuk kishte nxitim, as pritshmëri. Besimi u rrit ashtu siç duhet të rritet gjithmonë, ngadalë, pa kërkesa. Një mbrëmje, ndërsa dielli po zbriste pas pemëve, Edvini i kërkoi Gracieles të ulej me të në kopsht. Tavolina ishte shtruar thjesht, çaji nxirrte avull lehtë. Ajri mbante aromën e tokës dhe gjetheve. Ai priti derisa ajo ul përpara se të fliste. "Të kujtohet kur erdhe për herë të parë këtu?" e pyeti. Ajo buzëqeshi lehtë. "Po, kisha frikë të prekja diçka." "Nuk e preke, prandaj të vurare." Ajo uli syt e pasigurt si të përgjigjej. Ai futi dorën në xhepin e xhaketës dhe nxori një kuti të vogël. Nuk e hapi menjëherë. "Graciela," tha ai me zë të qëndrueshëm. "Ti hyre në këtë shtëpi kur ishte plot gënjeshtra dhe qëndrove kur e vërteta u bë e rrezikshme. Zgjodhe ndershmërinë pa e ditur çfarë do të të kushtonte. Kjo ka më shumë vlerë për mua se gjithçka tjetër." Frymëmarrja ju ndal. Ai e hapi kutinë. Brenda ishte një unaze thjesht, pas bukurime, elegante në përmbajtjen e saj. "Dua të bëhesh gruaja ime," tha ai. "Jo sepse më shpëtove, jo sepse duroje këtë shtëpi, por sepse je e ndershme dhe të besoj jetën time." Lotët i mbushën syt përpara se të fliste. "Po," shpëriti ajo. "Po." Një lehtësim i thellë u duk në fytyrë, i ndjekur nga paqja. Pastaj bëri diçka që ajo nuk e priste. Edvini u përkul përpara, vendosi duart fort mbi mbështetëset e karrocës dhe u ngrit. Për një çast, Graciela mendoi se po e imagjinonte. U ngrit gjysmë nga karrigja, e ngrirë. "Edvin," tha ajo qetë, "çfarë po bën?" Ai qëndroi plotësisht në këmbë, i qëndrueshëm. "Duhej ta kisha thënë më herët," tha ai, "por duhej të isha i sigurt." Ai shpjegoi gjithçka me qetësi, pa dramë. Muaj përpara se Graciela të hynte në jetën e tij, gjendja e tij kishte filluar të përmirësohej. Terapia kishte funksionuar, ngadalë, me dhimbje, por me rezultat. Ai mund të ecte, me përpjekje, me përqendrim, me durim. Kur filloi të dëgjonte thashetheme për Silvën, kur dyshimet e para u shfaqen, ai mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. I kërkoi mjekut të tij të heshte. Zgjodhi të qëndronte në karrocë. Duhej të dija kush qëndronte kur nuk kisha asgjë për të dhënë.
As para, as pushtet, as lëvizje. Silva e kishte dështuar atë provë plotësisht. Graciela e kishte kaluar pa e ditur kur se ishte duke u testuar. Ajo dëgjoi në heshtje. Tronditja u kthye në kuptim. Nuk kishte zemërim në të, vetëm qartësi. Nuk më kishe borxh të vërtetën atëherë, por tani më ke borxh ndershmëri. E ke, u përgjigja ai. U martuan në heshtje. Nuk pati kamera, nuk pati shtyp, nuk pati shfaqje të mëdha, vetëm një mbledhje e vogël në kopshtin pas vilës, disa njerëz të besuar, ushqimi thjesht, i përgatitur me kujdes, buk, perime të pjekura, sup, fruta të shtruara mbi tavolina druri. E qeshura lëvizte lirshëm mes tyre. Graciela kishte veshur një fustan të thjesht. Edvini qëndronte pranë saj, i fortë, i pranishëm, plotësisht vetvetja. Kur shkëmbyen vetimet, nuk pati premtime për përsosmëri, vetëm angazhim, respekt, të vërtet. Ndërsa mbrëmja binte dhe të ftuarit largoheshin një nga një, vila u mbush me një ngrohtësi që nuk e kishte njohur më parë. Edvini dhe Graciela qëndruan bashkë në kopsht, dorë për dore, duke dëgjuar heshtjen që më në fund ndiheje sigurt. Ajo që e vërteta kishte kthyer nuk ishte hakmarrja, ishte dinjiteti. Dhe këtë, ata e dinin do të zgjaste më shumë se pasuria, bukuria apo mashtrimi ndonjëherë.